Kapital është diaspora, me I hop rrugë me arë me investu në Kosovë. Është sikur kriminali mu anku që nuk po mbledh gjykata me bo krime. Ore nuk kam pas asnjë kontribut. Diaspora, është kapital. Kapital është diaspora, me I hop rrugë me arë me investu në Kosovë. Diasporës nuk I hapet rruga me arë me investu në Kosovë dhe ajo diasporë pjesën më të madhe të paras është e zhvendosur dhe tu e investu në Shqipëri dhe këto tregojnë edhe shifrat që vinë edhe nga Shqipëria. Pesjan. Armend u ankove që të kanë mbet ligjet në gjykatën kushtetuese, dush me në marë përgjegjësinë si përfaqësuesi i partisë në pushtet për 10 ligje që tu kanë kthy si antikushtetuese, si jo kushtetuese nga gjykata kushtetuese. Pra me u anku, siç ka bërë lideri yt politik I partisë tande, ish kryeministri Kurti, që gjykata kushtetuese ne po shkruajmë ligje, po gjykata kushtetuese po na I kthen, është sikur kriminali mu anku që nuk po mbledh gjykata me bo krime. Është shumë mirë që ka Kosova gjykatë kushtetuese që I kontrollon këto dhe fajin e keni vetë që shkruani ligje antikushtetuese që e shkelni kushtetutën. Po e citoj vetë liderin tënd, kush e shkel ligjin është kriminal, kush e shkel kushtetutën është super kriminal. Në lidhje me fondin sovrana jeta e dini ka qenë premtim që ne kemi bërë në vitin 2021, është zhvilluar gjatë, ja kemi premtuar popullit të Kosovës, jemi votuar me atë premtim, është punuar gjatë në mënyrë konsultative, përfshirë dhe me partitë opozitare, nuk kam pas asnjë kontribut. Kolegja që ka qenë përfaqësuese e LDK-s, kam qenë në grupin punues, s'ka pas kontribute. Megjithatë, ai ligj s'ka pas keq kuptim fundamental sa I përket paradigmët e së këtij ligji. Ka një keq kuptim të LDK-ja. Ligjet e tilla aplikohen në vende të tjera, kushtimisht me ekonomi të avancuar kapitaliste. Kështu që është gabim.